Vlem pretendon se brenda BDI-s ka përplasje me Sali Ahmetit, Bujar Osmanit dhe Artan Grubit. Përmes një komunikate, Vlem thot se Osmani po kërkon tërheqjen e Ahmetit për ta rikthyer BDI-n si një opozit konkurruese, ndërsa Ahmeti, sipas Vlenit, po përpiqet të thellojë konfliktin mes Osmanit dhe Grubit, veçanërisht përmes qëndrimit të partisë ndaj aktakuzës për lotarinë shtetërore. Sipas Vlenit, Grupi përmes mbështetësve të tij ka nisur të dërgojë mesazhe publike, ndërsa pretendon se ai mund të ketë informacione që mund të ndikojnë në fatin e drejtuesve të BDI-s. Prandaj në Reçicë të vogël nuk flen të qetë. Disa kanë frikë nga ajo që di Artani, të tjerë nga ajo që mund të thotë, ndërsa të tretët tashmë llogarisin se kë do ta tërheq me vete. BDI-a prej kohësh nuk funksionon vetëm si parti politike, por si një bandë politike, interesi kryesor i së cilës janë tenderët dhe shpëtimi i lëkurës së vet. Të drejtat e shqiptarëve janë vetëm alibi e përsosur për këtë udhëheqje të pareformuar të BDI-s, qëllimi i vetëm i së cilës është të mbrojë pasurinë e krijuar përmes korrupsionit dhe hajdutrisë. Këtyre pretendimeve ju kundërpërgjigj nënkryetari integristëve Bujar Osmani, duke shkruar se ajo që menjëherë ka rënë në sy është se ky lloj komunikimi nuk ka qenë pjesë e diskursit politik mes partive shqiptare, por ka qenë karakteristike përplasjes mes partive maqedonase. Vleni po maqedonizon gjithçka që duhet të jetë edhe e jona, institucionet, përfaqësimin, vendimmarrjen, hapësirën publike. Tani po maqedonizon edhe diskursin politik shqiptar. Kur komunikatat u shkruan një ish deputet i VMRO-s, i njohur për gjuhën e tij kundër shqiptarëve, rezultati është i pritshëm. Ai po e importon brenda politikës shqiptare kulturën e fyerjes, përbuzjes dhe urrejtjes që shqiptarët kishin arritur ta mbanin jashtë raporteve ndërmjet tyre. Osmani përfundon duke thënë se mund të kenë dallime të thella politike, të përplasen për ide, përgjegjësi dhe rezultate. Megjithatë, sipas tij, dinjiteti në komunikim ka qenë një standard i vendosur mes shqiptarëve, ndërsa Vleni po e rënon edhe këtë standard.